Sytë e qytetarëve janë nga viti 2026, me buxhetin e ri të shtetit dhe paketën fiskale shoqëruese tashmë të miratuar, pritshmëritë mbeten të larta, por jo për të gjithë me sa duket. Të intervistuar nga Blu Televizion, qytetarët e Vlorës shprehen se presin më shumë mirëqenie, rritje të pagave dhe pensioneve, si dhe përmirësim të shërbimeve publike. Sipas tyre, buxheti duhet të reflektohet drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Megjithatë, ka edhe nga ata që nuk besojnë. Disa prej tyre shprehen të zhgënjur, duke theksuar se premtimet të ngjashme janë bërë edhe më parë, por pa dhënë rezultatet e pritshme. Sipas vetë qytetarëve, realiteti ekonomik nuk ka ndryshuar dhe kosto e jetesës sa vjen e rritet. Buxheti është më i madh se sa buxheti i vitit kaluar dhe është me interes për vendin. Do jetë më efektiv për ekonominë e vendit. Ato parashikimin e pensioneve të buxheteve, të pensioneve të pleqërisë nuk janë të mjaftueshme, po sidoqoftë prapë me rritje janë. Edhe kështu që ne nuk I dim kushtet që ka qeveria, po mund të themi që drejti ka parashikuar. Drejt për buxhetin ka rritje, ka të gjitha. Lidhur pasaj me shesën rrogëve, mirë, rroga di ka rritur. Dhe bravo I qoftu, a bari 5 milion lek deputetëve e ministrave. Pensionisti ka lënë me gishtë ngoj. Premton sot, e thot në 29-30 të rriten pensionet. A të bonushin vjetor e ka shpërndar për muaj. Kot, o gomar, prit o gomar tash bar. Kur në 30-ën. Këtu e ka kot fara Edi Rama. Edhe boll ka mashtror për pensiona dhe pensionistët. Këte I mburë pensionistët, kanë kontribuar, kanë të bërë, dhe I kanë dhënë pensionistët shumë, venduri me nafte, kromi e tëra, për ama Edi Rama nuk I kalvesor. Më keq se sali non grata. Qa po presim, asë gjithë kemi pritu dhe asë gjithë presim, qa presim? Nuk presim me qënje e rritje pagave? Po inshallah u realizofshin, po me së shikojmë neve, me gjitha të ata e din që janë atje, neve jemi popull, neve dele jemi, kemi qenë dhe dele jemi. Po atë punetin ata që janë atje, na gënjen as na gënjen, merdesh. Unë mendoj që janë gjitha palavra që japin këtij popullit për ta mashtruar çdo sekond. Rritje të pagave? Tani të ma fosim dy llafe të drejta, nuk jemi të kënaqur nga ky shtet. Vajta mora pensionin, gjela 4 orë, vajti mori lek prapë në banga, ja? Morëm lekët, tash si është kjo punë? Ne jemi njerëz, nuk jemi kafsh. Kështu që unë për veten time nuk jam I kënaqur. Çfarë prisni për vitin? Unë do ikë në Gjermani se kam çuna. 8 veta I kam ande dhe ne 2 veta 10. Do ikim se këtu nuk jetohet më. Ka presim, qa dhe presim të marim qeveritarët, presim gjene tani. Nuk prisni më shumë mirëqenie? Qaj mirëqenie. A I do ikë edhe ato 150 për ata që marin nën 200.000 lek, e do japi 6.000 lek në vit, në 6.000 lek, bjen 72.000 lek. 78.000 lek, ja e ki invalidve, pensionistve. Kemi një rritje buxheti këtë do të transmetojë? Nuk, e di kush do rritet buxheti në xhepat e qeveritarëve. Vetëm në ata e kanë buxhetin. Për ndërtime, për riparime, për gjëra, shkot. Japi 10 e marrin 15.